Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahut xhelle xhelaluhu qoftë mbi të gjithë ju. Muaji i Ramazanit është muaj adhurimi. Është në fakt një muaj ku njeriu reflekton dhe përmirëson veten e tij. Dhe pikërisht në këtë atmosferë adhurimi, pendimi apo vetdia e pendimit merr një vlerë të shtuar në muajin e Ramazanit, pasi Allahu xhelle xhelaluhu e ka përzgjedhur dhe e ka lartësuar mbi të gjitha kohët e tjera. Për të folur për këtë dhe shumë të tjera rreth kësaj teme, kemi sot të ftuar në podcastin ton Porta e Mëshirës zotin Dorian Demetja, drejtor i kulturës dhe dialogut ndërfetar pranë komunitetit musliman të Shqipërisë. Zoti Demetja, mirë se vini. Mirë. Atëherë, për të mos humbur kohë, fillojmë njëherë me pyetjen e parë. Do doja që të kishim një përkufizim të konceptit të pendesës apo teubes, që njihet ndryshe në terminologjinë fetare, apo istikfarit. Pra, ndryshe nga le të themi përkufizimi tradicional dhe si qëndron kjo në raport me adhurimin në tërësi. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Sigurisht përkufizimin më të mirë e ka bërë profeti Muhammed a.s. në lidhje me këtë toben, me pendesën, i cili thot en-nadametu tobe, ose në një transmetim tjetër en-nedmu tobe. Pra, ndjenja e pishpallikut, ndjenja e pendesës është vetë tobja. Në fakt është një domosdoshmëri pasi njerëzit janë gabimtar nga natyra. Përsëri është profeti ynë i cili thot, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, sikur të ishit ju një popull që nuk bëshit gjunahe, Zoti do t'ju zhdukte nga faqja dhe ju dhe do sillte një popull tjetër, të cilët do të bënin gjunahe dhe do të pendoshin tek Zoti dhe Zoti do t'ia falte gabimet e tyre. Prandaj, çdo njeri është gjunaqtar. Por gjunaqtari më i mirë është ai që bën tobe, thot përsëri i nderuari ynë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, pendesa në jetën e njeriu ka një vend shumë të rëndësishëm. Së bashku madje me falënderimin që i bëhet Zotit për gjitha mirësitë dhe begatit, tobja është ajo iksir shumë i rëndësishëm që e afron njeriu me Zotin e tij. Sepse ku njeriu bën një gjuna, ku njeriu bën një mëkat, ai shkëput lidhjen me Zotin. Shkëput lidhjen me Zotin dhe i largohet dashurisë së krijuesit. Dhe që të rivendoset përsëri kjo lidhje dhe të marrë dashurinë e krijuesit, duhet me do mos robi të drejtohet Zotit me përgjërim, madje me lot në sy, duke ju drejtuar me një sinqeritet të jashtëzakonshëm që Zoti ta fal. Dhe në këtë kontekst, pendesa, kur themi pendim, si është ky pendim, kuptohet në 3 mënyra. Mënyra e parë është ilm, e dyta është hal dhe e treta është amel. Që do të thotë, pra është përkufizim që i bën dietarët kësaj pendese, që do të thotë, në radhë parë njeriu duhet ta di dhe ta kuptojë mëkatin e vet, sepse kemi shumë njerëz të cilët kërkojnë një lloj vetdije, domethënë, një ndërgjegje shumë të lartë, edhe ai ta kuptojë që ka bërë gabim, ka bërë një gjuna. Se kemi shumë njerëz që mund bëjnë gjuna, mund bëjnë mëkate, por nuk janë të vetëdijshëm që ai është mëkat. Pra në radhë parë është ilmi, është dituria që ai ta njohë mëkatin e bërë. E dyta është hal, pastaj është gjendja, që njeriu në ndërgjegjen e vet të jetë i vetëdijshëm dhe shumë i ndërgjegjshëm për mëkatin e bërë, dhe këtu pastaj vjen pjesa e tretë, sepse e para kërkon dytën, e dyta kërkon tretën, dhe e treta është amel në veprim, do të thotë veprim në kontekstin që ky person duhet që mos të rikthehet më atyre gjunave. Pra kjo në fakt tregon pak a shumë edhe metodën se si njeriu duhet ta bëjë pendesën. Pra Kurani ndryshe na thotë edhe le të themi Kurani ka një dimension tjetër të teubes që kërkon prej besimtarëve që është teubeten nasuha, pra një pendesë e sinqert, pra ose le të themi e bërë njësh me pendesën, dhe në fakt kjo është edhe një lloj le të themi udhërfyesi për çdo besimtar. Pra si mund ta arrijmë ne këtë, ose si mund ta bëjmë në një pendesë të plotësuar, pra përveç se le të themi të qëndrojmë në 3 parime, siç ishte ajo që thatë ju tituria, pra gjendja e besimtarit apo vetdia. Pra si njeriu i thjesht mund ta kuptojë këtë, ose si mund të bëhet njësh me teuben, sidomos në muajin e Ramazanit, që është një periudhë reflektimi, është një moment ku lutja pranohet, pendimi pranohet tek Allahu xhelle shanuhu. Kjo është një vërtetë se muaji i Ramazanit, tobja bëhet në çdo muaj, në ditë, natë, në çdo orë, por muaji i Ramazanit është një muaj i veçantë që Zoti e ka bërë të veçantë dhe Zoti ka bërë disa përzgjedhje.
Për shembull, ndër muaj ka përzgjedhur muajin e Ramazanit. Ndër njerëzit ka përzgjedhur profeti Muhammed alayhis salam. Ndër ditën e Arafatit, ndër netët natën e Kadrit. Ndër vendet e shenjta, për shembull Mesxhidil Haram. Pra janë disa përzgjedhje që i ka bërë Allahu xhaleshanu dhe ndër muajt për cilin ne po flasim është muaji i bekuar i Ramazanit. Në këtë muaj hapen dyert e mëshirës, sepse vetë Ramazani është mëshirë, është falje, është edhe shpëtim nga zjarri i xhenemit. Kështu e ka ndarë profeti alayhis salam. Thotë muaji i Ramazanit është një muaj i tillë që fillimi është mëshirë, mesi është falje dhe fundi është shpëtim nga zjarri i xhenemit. Dhe dyert e pendesës tek Allahu xhaleshanehu janë gjithmonë hapur. Sepse kemi një hadith profetit ton alayhis salam i cili thotë që Zoti xhaleshanehu shtrin dorën natën për mëkatarët e ditës, për të pranuar pendimin pra e mëkatarëve të ditës, dhe shtrin dorën ditën për të pranuar pendimin e mëkatarëve të natës. Dhe kjo vazhdon kështu, thot profeti ynë, derisa dielli të lind nga perëndimi. Pra deri në ditën e gjykimit kjo vazhdon e tillë. Pra edhe ajo që thatë mësi për ju është Allahu xhaleshanu që kërkon një tobe të sinqertë. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që keni besuar, pendojeni Zotit në një tobe të sinqertë. Pra, çfarë do thotë kjo? Nuk do thotë kjo që neve të themi një estagfirullah pa pasur mendjen, pa pasur zemrën, pa e pasur ndjesitë tona tek ajo për çfarë i lutemi Zotit ose i kërkojmë ndihmë Zotit. Pra mendja të jetë diku tjetër, por goja të shpreh diçka tjetër. Pra, me këtë ajet kuranor, ne kuptojmë shumë mirë që Allahu xhaleshanu kërkon përqendrim, kërkon fokus, kërkon që ky besimtar ta ndjej dhe t'i përgjërohet Allahu xhaleshanu, sepse Allahu xhaleshanu kërkon ta falë robën e vet. Ai është i gjithëmëshirshëm, ai është mëshirëplot dhe Allahu xhaleshanu ka disa cilësi, të cilët ai don që t'i zbatojë në këtë botë, siç është Gafar, falës, janë nga emrat Rahman, Allahu xhaleshanu, Rahim, Tawwab, që pranon pendimin. Pra, këto cilësi duhet gjenë zbatim këtu, në këtë botë, prandaj edhe njerëzit janë gabimtarë. Por, ashtu si zbëshin disa njerëz shumë të arrirë, të cilët përpara se të shkonin të flinin gjumë, me njëherë, qysh nga fillimi deri në fund ditës, shikonin dhe njëherë dhe sillnin në përmend se çfarë punësh dhe veprash kishin bërë gjatë ditës. Dhe në bazë të asaj, ata falenderonin Zotin për punët e mira që ai ja kishte mundsuar, nga ana tjetër i kërkonin falje Allahu xhaleshanu për gabimet e mëkatet që mund të kenë bërë gjatë ditës. Pra, shumë e drejtë ajo që thoni dhe në fakt, më thënë, kur lexojmë për pendesën, për tëubën, për istikfarin, e marrim të mirëqenë që pra njeriu është gabimtar, pas që edhe vetë profeti alayhi salatu wassalam e thot diçka të tillë siç edhe ju e cituat më lart. Por që pendesa tashmë e shohim që bëhet një burim shprehse për çdo që gabon. Dhe ne jetojmë në kohë trazirash, në kohë ku ka një, le të themi, luhati identiteti, ku njeriu shpesh herë bie në gabime, sidomos rinia. Dhe si mund të bëhet pendesa një burim shprehse për këta të rinj? Pra, si duhet t'i qasemi në kësaj, ose më saktë, si duhet t'i qasemi ne rinis për t'i treguar që Allahu është mëshirues, pra dhe mëshira dhe pendesa shkojnë me njëra tjetrën, pra janë të bashkëlidhura me njëra tjetrën, për të mos u keq kuptuar nga ana tjetër që të mos mendojmë dhe të themi që me që Zoti është mëshirues ne të bëjmë çdo gjë. Kjo është e drejtë, në fakt kohët në të cilën ne po jetojmë është një kohë që po kalon shumë shpejt, jashtëzakonisht shpejt. Dhe është madje mund të themi nuk besoj se e teprojmë nëse mund të themi fjalën e profetit tonë që do vi një kohë, thotë profeti, që viti do kalojë si muaji si java, edhe java si dita. Koha po kalon shpejt dhe të rinjt tanë po përballen edhe ne gjithashtu, por me që ishte fjala ke rinia që përballet dhe me sfidat të shumta të kohës në cilën apo ato streset e mëdha që kalon, ankthet e mëdha që kalon në rinia sot, dhe sigurisht pa një ngushëllim, pa një prehje, pa një qetësi tek besimi, është jashtëzakonisht që vazhdoj jetesa në këtë formë. Dhe ne shikojmë, sidomos kur predikojmë dhe ditëve të premte, por edhe kur ulemi në biseda të ndryshme me të rinj, po edhe me moshave të ndryshme, e shikojmë një bëshllëk, shikojmë një nevojë të jashtëzakonshëm se si njeriu ka nevojë të ngushëllohet
për shumë gjëra, për shumë aspekte, ka nevojë të orientohet, le të themi, sepse çdo predikus në një farë mënyrë është orientues. Dhe neve kur ulemi i flasim dhe të rinjve, domethënë se si ata të orientohen, se si ata të pendohen dhe të vazhdojnë edhe një herë jetën e tyre, sepse ashtu siç e thamë në fillim, çdo njeri është gabimtar. Mos kujtojnë njerëzit që neve kemi arritur sot apo edhe nesër e pasnesër, do të jemi njerëz që nuk bëjmë gabime dhe jemi vetëm njerëz predikues. Edhe predikuesi bën gabime. Edhe më i miri prej nesh bën gabime. Por ashtu si stanëm përpara, gjunaqari më i mirë, që thot profeti, është ai që i ktheu tobës. Pra, këtu nëse mund të themi që gjunafi, kush është gjunafi më i madh, nuk është besoj gabim të themi që gjunafi më i madh është të mos dish dhe mos kuptosh gjunahun. Sepse ndryshe nuk i drejtohesh dhe nuk pendohesh dot tek Zoti, po se kuptove. Të çon në mohim total pastaj. Pra një njeri duhet me gjithë mendjen e tij, me gjithë ndërgjegjen e tij, deri në maksimumin e vet, ti kërkoj Allahu xhaleshanu ndihmë për jetën e vet, ta orientoj si në punët që ka lidhje me botën tjetër, po edhe me këtë botë. Ta orientoj sepse jemi njerëz të gjithë ne jemi njerëz të pafuqishëm, jemi të paaft, jemi njerëz të dobët. Kemi dobësira të ndryshme dhe secili nga ne duhet ta di mirë dobësinë e tij. Pra kjo është një analizë që secili nga ne duhet ja bëjë vetes vet, në mënyrë që duke i kuptuar dobësitë e veta, të vendos një prit ndaj gjunahut. Se gjithmonë më e mirë është me s'me bër sesa të rikuperoj edhe një herë gjendjen e mëparshme. Pra ku njeriu di ta analizoj veten mirë, ti kuptoj dobësitë e veta se ku mund të shkaz, domethënë, mirë është të vendosur disa prita në mënyrë që mos të bine gjunahe. Kjo është pjesa më e zgjuar që mund bëjë një besimtar i mirë. Pastaj pjesa tjetër është përpjekje, është mundi dhe mbi gjitha është lutja që njeriu i drejtohet Zotit për t'i dhënë fuqi në rrugën për të fituar kënaqësinë e tij. Në fakt doja të rriqe vëmendje edhe në një realitet tjetër shoqëror apo social. Shohim që fëmijët kanë probleme me prindrit, prindrit kanë probleme me fëmijët apo qoftë me njëri tjetrin. Antarët ndryshëm të shoqërisë kanë probleme me njëri tjetrin dhe kjo është një tregues i qartë i ngurtësimit të zemrës. Ndërkohë që profeti alayhi salatu wassalam thotë që istighfari e pastron zemrën, ose zemra e besimtarit ndryshket, ashtu siç ndryshket hekuri dhe istighfari bën pastrimin e zemrës. A mund të themi që në fakt pendimi apo pendesa është, le të themi, një element i rëndësishëm edhe si rregullator i marrëdhënieve në shoqëri? Pra ndoshta në kuptimin e parë nuk duket që ka një lidhje të drejtë për drejtë, por të gjitha këto konflikte, të gjitha këto mosmarrveshje, hatërmbetje janë si rezultati një zemre të ngurtësuar, pra që nuk ndjen dëmshuri, nuk krijon empati për personin që ka përballë. A mund të themi që pendesa do të ndihmonte shumë, apo vetdia e pendesës do të ndihmonte shumë në rregullimin e marrëdhënieve sociale dhe shoqërore? Sigurisht, pra një vetgjykim pra, si një shkollë edukimi, le ta quajmë ndryshe, pra të riedukojmë veten. Po, zaten muaji Ramazan në cilën ndodhemi është një muaj vetedukimi, është vetdisipline. Domethënë, sepse njeriu jeton me emocion 4 kushtet e Islamit brenda muajit Ramazanit, prandaj thamë që ka një prioritet gjithmonë muaji Ramazanit në krahasim me muajt e tjerë. Domethënë njeriu është më i gatshëm, është më i dhënë dhe më i prirur ndaj shpirtërores. Dhe deri tani ne folëm për shembull në marrëdhëniet tona me veten dhe me krijuesin, kur bëjmë gjunahun. Mirë, po ky gjunah dhe ky mëkat apo ky gabim nuk është vetëm në marrëdhënie me Zotin dhe vetëve tona, por është edhe në marrëdhënie me të tjerët. Sepse mund të kemi bërë padrejtësi, mund të kemi thënë ca fjalë, mund të kemi bërë ca vepra që mund të kemi hëngër hakun themi të tjerëve, dhe kjo ka lidhje me aspektin shoqëror apo social, ashtu siç e përmendët ju. Pra njeriu kur i shkon ndërmend që vepra e tij, puna e tij dhe po të bëj se themi jo avokatin e vetes, po prokurorin e vetës, sepse sot njerëzit po të vëmë re, gjithë bëjnë avokatin e vetës dhe prokurorin e të tjerëve. Fajin e kërkojnë diku tjetër dhe asnjëherë tek vetja. Dhe kjo gjë çon atje që njeriu mos gjej asnjëherë gabim tek vetja. Dhe kjo gjë çon përsëri atje që njeriu të justifikojë përsëri veten e vet dhe asnjëherë mos pendohet dhe mos shohë gabimin që ka bërë edhe ndaj të tjerëve. Pra, po ta shikojmë gjithmonë me një sy vetgjykimi vetën tonë, do të shikojmë për shembull, unë me të vërtetë e bëra këtë, po tash jam vetëm me veten time, me ndërgjegjen time, valla kam vepruar mirë apo jo?
Më thënë njeriu po e peshoj fjalën e tij, punën, veprën e tij, duke e menduar në këtë horizont, pra duke e parë në këtë aspekt, domethënë, mendoj me shumë mundësi ai do të kaloj në një gjykim më objektiv. Kurse po e pa në aspektin gjithmonë e interesit personal, mendimi do të jetë gjithmonë subjektiv. Pra, gjitha nis dhe përfundon tek edukimi i egos. Pra, të dalim nga uni dhe të shkojmë tek le të themi gjithëpërfshirja dhe të mos mendojmë veten si me lek të pa gabime, domethënë, por që të shikojmë që mund të nisim nga vetja jonë me autokritik, të shohim që çfarë gabimesh kemi bërë ne dhe sigurisht mendoj që ka një lidhje shumë të ngushtë edhe me të qenurit falës, pra të jesh i penduar në veten tënde, të jesh falës dhe për të tjerët që ndoshta dashi pa dashi kanë qenë edhe iniciator të një gabimi që pastaj është le të themi stërholluar dhe është bërë diçka që nuk ja gjem dot fillin më. Këtu ka të bëjë edhe pak me zhvillimin e njeriu gjatë jetës. Që është e drejtë, se për shembull edhe në fillimet tona, për shembull, shumë gjëra teorikisht i kemi mësuar. Mirë, po zhvillimi i teorisë, për shembull, merr nuancë dhe kuptim më të mirë edhe gjatë jetës së njeriu. Sepse njeriu kalon disa etapa në jetën e vet, kalon disa faza në jetën e vet, me të cilat njeriu zhvillohet më tepër dhe i kupton më mirë ato gjëra teorike që ai ka bërë më përpara. Domethënë, edhe toben kur e bën në një kuptim më të thellë. Edhe namazin kur e fal gjithë flasin për njeriu që punon me veten. Se mund kemi njerëz që nuk punojnë me veten dhe ashtu siç kanë qenë në fëmijërinë e tyre vazhdojnë, pastaj mbetesh në vend numëror. Është një zhvillim moshe, por njëri që punon vazhdimisht me veten e vet, ai kalon disa etapa dhe i kupton dhe i prek më mirë gjërat, i shkel më mirë, i prek më mirë dhe ato gjëra teorike tash i fillon të konceptoj më mirë. Edhe padrejtësitë që ka bërë me filanin e fistekun, ndoshta mund ta ketë bërë disa ditë, disa javë, ndoshta disa vite më përpara, pa ai fillon t'i kuptoj më mirë gjëra dhe shkon të reflektoj më mirë dhe t'i kërkoj halallin atij. Domethënë ka një ky është kulmi pastaj që ka më e lartë që mund të arrijë njeriu. Fillon njeriu gjatë etapave të jetës vet që punon edhe Zoti ja jep. Çdo kujt Zoti ja jep. Pra në momentin që njeriu përpiqet dhe mundohet, Zoti ja jep atij personit. Dhe ky arrin në një mënyrë të tillë që brymoset me ndërgjegjjet e tij, domethënë të pastër dhe e kupton që me të vërtetë disa gjëra mund të kenë qenë mirë, por disa gjëra kanë qenë gabim dhe ai shkon dhe i përmirëson me të tjerat dhe i çon gjërat në vendin e vet, le të themi, pra, pa padrejtësi që mund të ketë kryer me dash apo pa dash. Atëherë unë ju falenderoj pamaz për gjitha këto këshilla që ju na dhat, duke na sjellë në vëmendje të gjitha ajetet dhe hadithet që flasin për teuben. Në fakt, duke na sjellë në vëmendje realitetin social, shoqëror që ne jetojmë, domethënë, kështu që faleminderit edhe një herë që ishit me ne, që ndat kohën tuaj. Dhe e lusë Allahun xhaleshanuhu që besimtarët të gjithë t'i bëj për atyre që janë të penduar, që pendohen rregullisht tek Allahu xhelaluhu, pra që deri në frymën e fundit Allahu azza wa xal i ka dhënë gjithë secilit mundësinë që të pendohet për çdo gabim që ka bërë. Kështu që unë këtu do të mbyll këtë emision, të nderuar dëgjues dhe shikues, faleminderit që ishit me ne dhe faleminderit edhe një herë Zotit Demetja. Faleminderit dhe juve.